Era e dimrit shikullonte rrugën kryesore të qytetit, duke përzier aromën e borës së shkrirë me tymrat e makinave dhe dritat e dyqaneve luksoze që ndriçonin sikur bota jashtë tyre të ishte perfekte. Brenda një pasticcerie elegante, me xhama të mëdhenj dhe rafte të mbushura me torta të zbukuruara me kujdes. Gjithçka duke e ngrohtë, e pastër dhe e shtrenjtë. Pas xhamit, torta qëndronin si vepra arti. Çokoladë belge, fruta egzotike, kremi but dhe dekorime të arta. Çmimet ishin aq të larta sa shumica e njerëzve ndalonin vetëm për të parë, jo për të blerë. Dera u hap me një kërcitje të lehtë. Një burr hyri brenda. Rrobat e tij ishin të vjetra, palltoja e grisur në mëng, këpucët e lagura nga bora. Mjekra e tij ishte pa rregull dhe sytë e lodhur tregonin net pa gjumë. Ai ndaloi në hyrje për disa sekonda, sikur po mblidhte guximin. Klientët e tjerë e shikuan me bish të syrit. Disa u shtangën. Një zonjë elegante shtrëngoi çantën. Një burr i veshur me kostum të shtrenjtë u largua pak më tej, sikur prania e tij të ishte ngjitse. Burri mori frym thellë dhe ju afrua banakut. Pas banakut ishte një shitse e re, me uniformë të pastër dhe buzëqeshje profesionale. Ajo e pa burrin dhe për një moment hezitoi, por pastaj foli me zë të butë. Mirdita, si mund t'ju ndihmoj? Burri uli syt. Duart i dridheshin lehtë. E di që kjo t'ingëllon çuditshëm, tha ai me zë të ulët. Por, a keni ndonjë tortë të skaduar? Shitësja u hutua. Të skaduar. Përsëriti ajo. Po, vazhdoi burri. Jo për mua, për gruan time. Sot ka ditëlindjen. Në dyqan ra heshtje. Një klient qeshi lehtë me përçmim. Një tjetër tundi kokën. Gruaja ime është e sëmur, shtoi burri duke ngritur pak kokën. Jetojmë në rrugë. Nuk kemi para, por doja që sot ajo të ndihej si njeri. Edhe vetëm një copë tortë, edhe nëse është e skaduar. Shitësja mbeti pa fjalë. Sytë e saj u mbushën me lotë, por përpara se të mund të fliste, një zë i ashpër u dëgjua nga pas. Çfarë po ndodh këtu? Ishte menaxherja e dyqanit, një grua rreth të 50-tave, e veshur me kostum të rrept. Ky zotëria po kërkon tortë të skaduar, tha shitësja me zë të ulët. Menaxherja e pa burrin nga kokat e këmbët. Zotëri, ne nuk shpërndajmë ushqim falas, tha ajo ftohtë. Dhe torta të skaduara hidhen për arsye shëndetësore. Burri uli kokën edhe më shumë. E kuptoj, më falni që ju shqetësova. Ai u kthye ngadalë drejt derës. Por ajo që askush nuk vuri re ishte një burr tjetër, i ulur në një tavolinë në cep të dyqanit. Ai kishte veshur një pallto të thjeshtë, por elegante. Ora në dorën e tij vlente më shumë se i gjithë inventari i dyqanit. Ai kishte hyrë më herët, pa shofer, pa roje sigurie. Askush nuk e njihte. Ishte Arben Krasniqi, milioner, pronari disa kompanive ndërtimi, hoteleve luksoze dhe investimeve në të gjithë vendin. Një njeri që kishte gjithçka. Para, pushtet, respekt. Por ai nuk po shikonte tortat. Ai po shikonte burrin e pastre. Arbeni kishte dëgjuar çdo fjalë. Ai vuri filxhanin e kafes në tavolinë dhe u ngrit ngadalë. Sytë e tij nuk ishin të ftohtë si zakonisht në takimet e biznesit. Kishin diçka tjetër, diçka të thellë. Prisni pak, tha ai me zë të qetë. Të gjithë u kthyen nga ai. Burri i pastre u ndal në mes të hapit. Ju thatë që sot është ditëlindja e gruas suaj. Pyeti Arbeni. Po, u përgjigj burri me hezitim. Por mos u shqetësoni. Po iki. Arbeni ju afrua banakut. Sa kushton torta më e mirë që keni? Pyeti ai. Menaxherja u shtang. Zotëri, ajo kushton shumë. Nuk pyeta nëse kushton shumë, tha Arbeni qetësisht. Pyeta sa kushton. Shitësja i tregoi çmimin. Arbeni nxori kartën e tij pa u menduar. Do ta marr. Dhe jo vetëm 1, 2. Menaxherja u përpoq të buzëqeshte, por kishte diçka të sikletshme në fytyrën e saj. Njëra është për zotërin, tha Arbeni duke treguar burrin e pastre. Dhe dua që të jetë paketuar bukur, me qirinj, dhe me një kartolin që shkruan, gëzuar ditëlindjen. Ende ka shpresë. Burri i pastre u drodh. Zotëri, unë nuk mund ta pranoj këtë. Mundesh, tha Arbeni duke e parë drejt në sy. Dhe do ta pranosh. Sytë e burrit u mbushën me lot. Askush nuk na ka trajtuar kështu prej vitesh. Arbeni nuk foli më, por brenda tij diçka ishte zgjuar. Një kujtim i vjetër, një fëmijë i varfër, një nën që qante natën, një tortë që ai kur nuk e kishte pasur në ditëlindje.
Ndërsa tortat po paketoheshin, Arbeni ju afrua burrit. Ku është gruaja juaj? Pyeti ai but. Në një streh të braktisur, pranë stacionit të vjetër, është shumë e dobët. Arbeni u mendua për një çast. Atëherë nuk do të shkoni vetëm. Burri ngriti kokën i habitur. Çfarë doni të thoni? Arbeni mori pallton e tij. Dua ta takoj gruan tuaj. Dyqani ra në heshtje të plot. Askush nuk e dinte se ajo që sapo kishte ndodhur nuk ishte thjesht një akt bamirësie. Ishte fillimi një historie që do të ndryshonte jetën e të gjithëve. Nata kishte rënë ngadalë mbi qytet, dhe dritat e rrugës reflektonin mbi asfaltin e lagur. Arbeni ecte për krah burrit të pastre, ndërsa shitësja mbante një qese të madhe me tortat e paketura me kujdes. Askush nuk fliste. Vetëm hapat e tyre dëgjoheshin dhe frymëmarrja e rënde e burrit që përpiqej të mbante lotët. Emri im është Ilir, tha më në fund burri, duke thyer heshtjen. Dhe gruaja ime quhet Mira. Gëzuar ditëlindjen Mirës, u përgjigja Arbeni me zë të qetë. Sa vjet mbush? Iliri uli syt. 52 ose ndoshta 53. Sëmundja na ka bërë të humbasim edhe numrat. Arbeni nuk tha asgjë, por diçka ju shtrëngua në kraharor. Ata arritën te stacioni i vjetër i trenit. Një ndërtesë e braktisur, me mure të qara dhe dritare pa xhama. Era kalonte lirshëm brenda, duke e bërë vendin të dukej më shumë si një varr sesa si strek. Ajo është këtu, tha Iliri dhe u ndal. Brenda, mbi disa kartona dhe batanie të vjetra, qëndronte një grua e dobët. Fytyra e saj ishte e zbetë, buzët e qara nga i ftohti, por sytë e saj kishin ende dritë. Iliri përshpëriti ajo kur e pa. Mendova se nuk do ktheheshe. Jam këtu, zemër, tha i duke u gjunjëzuar pranë saj. Dhe nuk jam vetëm. Mira pa Arbenin dhe u përpoq të ngrihej, por trupi nuk e mbante. Mos u lodh, tha Arbeni but, duke u ulur në gjunjë përballë saj. Unë jam vetëm një njeri që po kalonte aty. Shitësja vendosi qesen pranë tyre dhe hapi tortën. Qirinjt u vendosën ngadalë. Një flak e vogël ndriçoi errësirën e strehës. Gëzuar ditëlindjen, tha Arbeni. Mira çau. Nuk kam pasur tortë që kur isha fëmijë, tha ajo me zë të dridhur. Mendova se Zoti na kishte harruar. Iliri e përqafoi fort. Jo, tha Arbeni me vendosmëri. Ndonjëherë Zoti vetëm vonohet. Ata pren tortën. Mira mori një kafshat të vogël. Sytë ju mbyllën për një moment, sikur po shijonte jo vetëm shijen, por edhe ndjesinë të qenit e rëndësishme. Por ndërsa atmosfera ngrohej, Arbeni vuri re diçka tjetër. Mira kollitej vazhdimisht. Frymëmarrja i ishte e vështirë. Duart i dridheshin. Sa kohë ka që është kështu? Pyeti Arbeni. Me muaj u përgjigji Iliri. Nuk kemi qenë kurrë te mjeku. Nuk na pranojnë pa dokumente, pa para. Arbeni u ngrit në këmbë. Kjo nuk është më një çështje torte, tha ai. Kjo është çështje jete. Ai nxori telefonin. Po telefonoj dik, shtoi ai. Iliri u trem. Jo, ju lutem, nuk duam telashe. Nuk do ketë telashe, tha Arbeni qetë. Vetëm ndihmë. Pas disa minutash, zhurma e një makine luksoze u dëgjua jashtë ndërtesës së braktisur. Një shofer zbriti me shpejtësi. Zoti Krasniqi, tha ai me respekt. Iliri dhe Mira u shtangën. Krasniqi. Përshpëriti Mira. Si milioneri. Arbeni nuk u përgjigj. Ai ju afrua Mirës. Do të vini me ne në spital. Tani. Por ne nuk kemi asgjë, tha Iliri. Keni njëri tjetrin, u përgjigja Arbeni. Dhe sonte keni edhe mua. Mira shpërtheu në lot. Pse po na ndihmoni? Pyeti ajo. Arbeni heshti për një moment. Sepse dikush nuk na ndihmoi mua dhe nënën time, tha më në fund. Dhe unë nuk dua ta përsëris atë gabim. Makina u nis drejt spitalit privat më të mirë të qytetit. Por ajo që Iliri dhe Mira nuk e dinin ishte se kjo natë do të nxirrte në dritë një sekret e errët nga e kaluara e Arbenit. Një sekret që do ta bënte këtë histori edhe më të thellë dhe më të dhimbshme. Spitali privat ndriçonte si një ishull drite në mes të natës. Dyera automatike u hapën pa zhurmë dhe era e dezinfektantit përplasi menjëherë Ilirin dhe Mirën, të cilët u ndjen sikur kishin hyrë në një botë ku nuk i përkisnin. Qëndroni këtu, tha Arbeni shoferit, dhe njoftoni mjekun kryesor. Tani, një infermiere erdhi me karrocë. Mira u shtri mbi të, ndërsa Iliri mbante dorën me forcë, sikur po kishte frikë se mos e humbiste. Ju lutem mos më ndani nga ajo, tha Iliri. Nuk do të ndodh, u përgjigja Arbeni.
Do jem këtu. Dyert e repartit u mbyllën. Iliri mbeti në korridor i përkulur me duar që i dridheshin. Për herë të parë pas shumë vitesh, ai ndjeu frikë të vërtet. Jo nga uria, jo nga i ftohti, por nga shpresa. Arbeni u ul pranë tij. Sa kohë jeni bashk? Pyeti. 30 vjet, u përgjigji Iliri. Dikur kishim një shtëpi, një dyqan të vogël librash. Jeta ishte e thjesht por e ndershme. Çfarë ndodhi? Iliri heshti, pastaj foli me zë të thyer. Një firmë ndërtimi bleu gjithë lagjen. Na premtuan dëmshpërblim, strehim, punë. Ne nënshkruam. Gabimi më i madh i jetës sime. Arbeni u ngurtësua. Cila firmë? Pyeti ai. Iliri përmendi një emër. Ishte një nga kompanitë e para të Arbenit. Gjakut i iku nga fytyra. Dhe dëmshpërblimi? Pyeti Arbeni me vështirësi. Nuk erdhi kurrë. Avokatët u zhdukën. Dokumentet u humbën. Brenda një viti ishim në rrugë. Heshtje. Zhurma e aparateve mjekësore dëgjohej nga larg. Arbeni u ngrit në këmbë dhe u largua disa hapa. Imazhe nga e kaluara e vërshuan mendjen. Suksesi i shpejt, kontratat e nënshkruara pa u lexuar. Këshilltarët që thoshin mos u shqetëso, gjithçka është ligjore. Ishte unë, përshpëriti ai për vete. Një mjek doli nga reparti. Zoti Krasniqi, tha ai. Gruaja ka pneumoni të rëndë dhe keqëshyerje ekstreme. Nëse do kishim vonuar edhe disa ditë, do të jetoj. Pyeti Iliri i tmerruar. Mjeku pohoi me kokë. Po, por do ketë nevojë për trajtim të gjatë dhe rehabilitim. Iliri u ul në tokë dhe qau si fëmijë. Arbeni u kthye nga mjeku. Do të mbuloj çdo shpenzim, çdo ditë, çdo ilaç. Natyrisht, tha mjeku. Por ka diçka tjetër. Çfarë? Ajo ka nevojë për një vend të ngrohtë për t'u rikuperuar. Jo rrugë, jo stre. Arbeni nuk hezitoi. Do ta ketë. Iliri ngriti kokën. Zotëri, ju keni bërë më shumë se mjaft. Arbeni u ul para tij. Jo, tha ai me zë të ulët, por të fortë. Ende jo. Iliri e pa i hutuar. Çfarë doni të thoni? Arbeni mori frymë thellë. Firma që ju mori gjithçka është e imja. Iliri u ngrit në këmbë, i tronditur. Ju jeni ai. Ajri u bë i rënd. Po, tha Arbeni. Dhe kjo është arsyeja pse nuk do të largoheni më kurrë pa drejtësi. Iliri u drodh me zemërimit dhe konfuzionit. Atëherë pse na ndihmoni tani? Nga faji. Arbeni uli syt. Nga përgjegjësia. Një infermiere doli. Mira është zgjuar, tha ajo. Po pyet për ju. Iliri u kthye nga dera, pastaj u ndal. Nëse kjo është lojë, nëse po na ndihmoni vetëm për të larë ndërgjegjen. Nuk është lojë, tha Arbeni, dhe nuk do t'ju kërkoj kur falje vetëm me fjalë. Do ta bëj me veprime. Iliri hyri te Mira. Arbeni mbeti vetëm në korridor, me barrën e së kaluarës mbi shpinë, por ai nuk e dinte se dikush tjetër kishte dëgjuar gjithçka. Një grua elegante me një dosje në dorë qëndronte në fund të korridorit. Avokatja e tij. Dhe fytyra e saj tregonte se e vërteta sapo kishte filluar të zbulohej. Avokatja u afrua ngadalë drejt Arbenit. Tak i këpucëve të saj jehonin në korridorin e spitalit. Sikur po numëronin sekondat para një gjykimi. Duhet të flasim, tha ajo me zë të ulët. Arbeni e dinte atë ton. Ishte i njëjti ton që përdorej kur marrëveshje shkonin keq dhe e vërteta nuk mund të fshihej më. Jo këtu, tha ai. Jo sonte. Pikërisht sonte, u përgjigja ajo, sepse ajo që sapo dëgjova ndryshon gjithçka. Arbeni mori frymë thellë dhe ndoqi drejt një dhome bosh konsultash. Iliri dhe Mira, tha avokatja duke hapur dosjen, nuk janë rast izoluar. Ka 10 familje të tjera që humbën shtëpit nga ajo kompani. Të gjitha kontratat janë të lidhura me ty. Arbeni u ul ngadalë. E di, tha ai, por askush nuk më tha se njerëzit përfunduan në rrugë. Avokatja e pa drejt në sy. Mos gënje veten. Ti nënshkruaje. Nuk pyete. Heshtje. Çfarë rrezikoj? Pyeti Arbeni më në fund. Gjithçka, u përgjigja ajo pa hezitim. Pasurin, emrin, lirin. Arbeni u mbështet pas karriges. Atëherë le të vi. Avokatja u shtang. Çfarë? Nuk do ta mbuloj këtë me para apo marrëveshje të fshehta, tha Arbeni. Dua drejtësi të vërtetë. Për ta. Për të gjithë. Arben, kjo do të thot funi perandorisë tënde. Nëse ajo perandori është ndërtuar mbi rënim njerëzish, atëherë nuk meriton të qëndroj.
Avokatja mbylli dosjen ngadalë. Do ta filloj procesin, tha ajo. Por dije këtë, do të dalin emra të tjerë. Politikan, gjyqtar, le të dalin. Në atë moment dera u hap dhe Iliri hyri brenda. Më falni, tha ai. Mira po fle, por para se të mbyllte syt, më pyeti diçka. Arbeni u ngrit. Çfarë? A do kemi ndonjëherë një shtëpi përsëri? Fjalët ranë si çekan. Arbeni u ul para Ilirit. Po, tha ai me bindje. Jo si lëmosh. Si e drejt. Dhe nëse ju bie gjithçka? Pyeti Iliri. Ne nuk duam të jemi shkak. Nuk jeni shkak, u përgjigja Arbeni. Jeni pasojë. Dhe pasojat duhen përballuar. Iliri heshti për disa sekonda, pastaj foli. E dini çfarë është më e dhimbshme? Jo humbja e shtëpisë, por fakti që askush nuk na pa për vite të tëra. Arbeni uli kokën. Unë po ju shoh tani. Të nesërmen në mëngjes, lajmet shpërthyen. Milioneri Arben Krasniqi e se hetim të brendshëm ndaj kompanive tërte. Dhjetëra familje dalin në akuza. Telefonat nuk pushonin. Investitor, partner, politikan. Je çmendur. Bërtiti njëri prej tyre në telefon. Mund ta mbyllim këtë në heshtje. Jo më, u përgjigja Arbeni. Jo më në heshtje. Në spital, Mira u zgjua dhe pa diellin për herë të parë pas shumë kohësh. Ilir, tha ajo me zë të dobët. A ishte ëndër torta? Iliri buzëqeshi me lot. Jo, zemër. Ishte fillimi i diçkaje tjetër. Por ndërsa shpresa po linte për disa, dikush tjetër po përgatiste hakmarrjen. Një burr i fuqishëm, ish partner biznesi i Arbenit, shikonte lajmet në televizor. Nëse bie ai, tha ai me zë të ftohtë, bie edhe shumë të tjerë. Ai mori telefonin. Është koha ta ndalim. Kërcënimi ishte hedhur. Dhe Arbeni nuk e dinte ende sa e shtrenjtë do të ishte kjo zgjedhje. Qielli ishte imbuluar me re të rënda ditën kur Arbeni hyri në sallën e gjyqit. Nuk kishte kamera, nuk kishte buzëqeshje biznesi, as kostume luksoze për të impresionuar. Vetëm një njeri që po hynte përballë pasojave të veprimeve të veta. Në rreshtat e parë qëndronin Iliri dhe Mira. Mira ishte më e fortë tani, ende e dobët por në këmbë, me një pallto të thjeshtë por të pastër. Ajo mbante dorën e Ilirit fort, sikur po i tregonte botës se ende ekzistonin. Kur sytë e Arbenit u kryqëzuan me të tyret, ai uli kokën lehtë. Jo si milioner, por si njeri. Prokurori filloi të fliste. Dokumente, kontrata, firma, fakte që nuk mund të fshiheshin më. Partnerët e dikurshëm të Arbenit u përpoqën të shpëtonin veten. Disa u larguan nga vendi, të tjerë mohuan gjithçka. Por një gjë ndryshoi gjithçka. Arbeni u ngrit dhe kërkoi fjalën. Mund të heshtja, tha ai me zë të qartë. Mund të paguaja, të mbuloja, të zhdukesha pas pasurisë sime. Por çdo firmë në ato letra është e imja. Dhe çdo familje që humbi shtëpinë është përgjegjësia ime. Salla ra në heshtje. Nuk kërkoj mëshirë, vazhdoi ai. Kërkoj që drejtësia të bëjë punën e saj. Edhe nëse kjo do të thotë të humbas gjithçka. Gjykatësi e pagjatë. Vendimi erdhi pas javësh. Arbeni humbi shumicën e pasurisë. Kompanit u shpërbën. Disa ish partner përfunduan në burg. Të tjerë u dënuan financiarisht. Por diçka tjetër ndodhi gjithashtu. Një fond kompensimi u krijua. Shtëpi të vogla, por të ngrohta, u ndërtuan për familjet e dëmtuara. Iliri dhe Mira morën qelsat e një apartamenti të thjeshtë me dritare nga lindja. Ditën që hyn brenda për herë të parë, Mira ndaloi në mes të dhomës së vogël të ndenjes. Ilir, tha ajo me zë të dridhur. Ka erë shtëpie. Iliri qau pa zë. Disa muaj më vonë, në një ditë të qetë pranvere, dera e apartamentit u trokit lehtë. Arbeni qëndronte jashtë. Jo me makinë luksoze. Jo me shofer. Vetëm. A mund të hyj? Pyeti ai. Iliri hapi derën. Gjithmonë, tha ai. Në tavolinë kishte një tortë të vogël. Jo luksoze. Por e freskët. Për ditëlindjen e Mirës, tha Arbeni. Mira buzëqeshi. Këtë herë jo e skaduar. Ata qeshën lehtë. Arbeni ul përballë tyre. Nuk jam ai që isha, tha ai. Nuk kam më shumë se ju, por kam diçka që nuk e kisha kurrë më parë. Çfarë? Pyeti Iliri. Paqe. Mira ju afrua dhe i mori dorën. Ndonjëherë, tha ajo, një tortë e vogël të kujton se ende je njeri. Arbeni doli nga apartamenti atë mbrëmje dhe u ndal në shkallë. Dëgjoi të qeshura pas dere.
Qeshje të vërteta. Ai buzëqeshi për herë të parë pa peshë në kraharor, sepse e kuptoi diçka thelbësore. Nuk ka tort më të ëmbël se drejtësia. Dhe asnjë pasuri më të madhe se të mos kthesh shpinën kur dikush të kërkon edhe vetëm një copë shprese.